shikues të nderuar të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit shumë publikut, por faleminderit edhe sponsorëve atyre që e mundsojnë realizimin e këtij emisioni dhe na sjellin çdo javë këtu. Është ujë Sibura, një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë ujë Sibura, është prodhim vendur. Po ashtu e kemi një prodhim tjetër vendur, është pija Aronika, që kam thonë më herët nuk është vetëm pije apo lëngje, por ka veti shëruese. Gjithë ju që e dini veti shëruese të Aronias, e dini që Aronia përmbon edhe veti shëruese. Faleminderit shumë pronorit e Sat Berisha që ka orë nga Zvicra edhe ka investuar në Kosovë. Do të rritje pak nëse doni se janë prodhime vendore. Shikues të dashur, sonte nuk do të flasmi për luftën, nuk do të flasmi për fenë, por do të flasmi për një temë shumë të interesante edhe shumë speciale. Rrallë flasmi për këtë temë, do të flasmi për meditimin. Për me diskutuar lidhje mbi këtë temë, kam të ftuar dy mysafir shumë special. Po e prezantojmë parin sepse vjen për herë të parë në studion time, ai është mjeshtër i meditimit, por njëkohësisht është edhe mjeshtër i arteve marciale. Është edhe shkrimtar, ka shkruar shumë libra për meditim, me neve sonte është mjeshtri ju një madh i meditimit, Sheikh Huseini me dorë të kitit. Sheikh, faleminderit shumë që jeni respekte shumë. Si dhe musafiri dytë për sonte është vërtet special sepse kontributi i tij është mjaft i madh. Ju e dini veçanërisht për atë që ka bërë për Kosovën, e kemi përmendur edhe në emisione të tjera, si dhe është njeriu mund të themi parë në Kosovë, veçanërisht që e ka sjell meditimin dhe meditimin transcendental. Me neve sonte është profesor Etem Ramadani që më ka nderuar shumë. Faleminderit shumë prof. Respekte, dorë të kitje më edhe për profin e përshtypjes. Faleminderit shumë që keni ardhur sonte. Mund keni nderuar shumë. Faleminderit për ftesën. Thojni ndershmit nderon. Faleminderit shumë edhe një herë. Sheki po e filloj me juve, po tham mjeshtër. S'po tham në emër, nështë kam të drejtë. Mjeshtër i madh. Me që je për herë parë në studion time, unë falenderoj shumë. Po e filloj me ty edhe po e filloj me një foto që e po që e ke shpërndohur në rrjetet tua sociale, në Instagram. Nëse ka mundësi regjia, po besoj që e ka gati. Udhëtime me makinë me një person të dashur rrit lumturinë tënde deri në 200%. Po. A është e vërtet? Shumë e vërtet, është shumë e saktë, sepse vetë jeta është një udhëtim. A di pse po të pyes? Më thuaj. Ky që e ka shkruar këtë mendim, a e ka pas të ditur që mund me hyj çmimin naftës? Po shiko, 2 euro është bën gati nafta. Besoj se kur bëhet fjalë për udhëtimin, lumturinë, kënaqësinë në jetë, atëherë çmimi i naftës nuk luan rol, ëh. Dorë të vite. Vetë jeta është e udhëtim. Edhe në këtë udhëtim është shumë e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm se me cilin e ndajmë këtë udhëtim. Që do të thotë të jemi të vetëdijshëm se me çfarë njerëzish jemi të rrethuar. Mua më pëlqen një diçka që gjithmonë e promovoj. Kujdes me cili njeri do të martohesh, cili njeri do ta kesh partner në jetën tënde, sepse ai njeri do ketë gjithmonë ndikim në jetë. Vërtet, shumë vërtet. Kështu që udhëtimi, jeta, partneriteti me një person të caktuar janë gjëra shumë eminente në jetën e njeriu. Nëse duam ta jetojmë atë lloj jete që ne e meritojmë. Edhe nëse nafta është shtrejt. Edhe nëse nafta është shtrejt. Sot është shtrejt, nesër do bëhet më lirë, do bjerë ose do bëhet edhe më shtrejt, po ajo nuk luan rol. Këto gjëra tjera që nuk kanë të bëjnë me lekun janë gjithmonë më të shtrejta. Këto gjëra që nuk paguhen me lek në jetë, këto janë ata të cilët e bëjnë diferencën. Mishte, po në fakt çka është meditimi, se e kemi dëgjuar më herët profesor Etem Ramadani në emisionet mia, e ka shpjeguar, po duani mendim për ti, çka është meditimi sipas mjeshtrit Sheikh Huseini. Kjo pyetje mua kur më bëhet, është një e llogarisi një nga pyetjet më të mëdha sepse nuk di nga t'ja nisi. Se çfarë është meditimi. Dhe unë kam zgjedhur një definicion të cilin e ndjej në shpirt, në zemër, se meditimi është një dhuratë nga krijuesi i madh, që ne të mësohemi, të punojmë me veten, ta eksplorojmë veten dhe të shikojmë se si është i ndërtuar ky sistemi, të cilin e ka krijuar ekzistenca, Zoti me perfeksionin e tij. Nëse nuk do ekzistonte meditimi, ne nuk do kishim mundësi që ta eksplorojmë këtë brendësinë tonë dhe të japëm përgjigje në pyetje të mëdha siç janë pyetjet kush jam unë, për çfarë kam ardhur në këtë planet, për çfarë jetoj, e kështu me radhë. Për shembull, ka shumë thënie filozofike që thash edhe më herët, unë i kam gjetur. Për shembull, njëri thot Lauzi thot, nuk ka gjë të pamundur në këtë jetë, për ata që praktikojnë meditimin. Përmes meditimit njeriu bëhet zot i universit.
Shiko, shumë bukur e ka thënë Lao Tse, sepse a është diçka e mundur dhe çfarë limitesh vendoset në atë që ne perceptojmë, kjo është punë e mendjes. Mendja jonë vendos limite. Në ekzistencë, në univers nuk ekzistojnë limitet, nuk ekzistojnë kufit. Fjala kufi është ndërtuar diçka nga koncepti mendor. Për atë, ato njerëz që meditojnë, ato arrin që ta qetësojnë mendjen, që është një nga funksionet bazike të meditimit, të qetësohet mendja. Dhe kur mendja të qetësohet, automatikisht mënjanohen ato limitet, kufit dhe gjithçka duket e mundshme. Ajo që ne e quajmë të pamundshme është një koncept që rezulton nga mendja, ndërsa mendja jonë influencohet nga programet që kemi. Edhe se, falë profesor, para se me kalu të profesori edhe një diçka. Është edhe një thonjë tjetër ku thotë se thonë shumë mirë më herët, muret prej guri nuk janë burgje, shufrat prej hekuri nuk janë kafaz. Shpiritrat e qetë dhe të pafajshëm e shohin atë si një vend për të medituar. Gjithmonë, kur është shpiriti... Dhe më thonë, për ata që meditojnë nuk ka burg, nuk ka kafaz, por ajo është vetëm një vend që meditojnë ata. Shiko, burgu është produkti mendjes. Edhe një njeri që mediton, ai fillon të ndryshojë edhe interpretimin e asaj që ai percepton në realitetin e jashtëm. Kështu që për një meditues thjesht këto bariera marrën një konotacion tjetër, një pikpamje tjetër. Dhe medituesi është i aftë që ta ndjeje lirin deri në qeliz, deri në berthamën qelizore. Medituesi është i aftë që ta kuptoje se nuk ka qenë asnjëherë i ndarë, as nga universi, as nga Zoti, as nga tërësia. Ajo është pika në tërësi dhe tërësia në një pikë. Kështu që nuk ekziston ndarja për medituesin. Dhe në këtë kontekst duhet edhe diçka të përmendi, sepse nuk duroj duhet ta them atë. Unë sot me të ndihem shumë krenar, që për herë të parë unë kam dhënë shumë intervista, por për mua kjo është intervista e parë, që unë kam nderin dhe privilegjin që të jem bashkë me profesorit Temra Ramadani. Edhe për mua, profesorit Temra Ramadani e kam thënë këtë pas një seance të thellë të meditimit, se ky është një qenie shpirtërore që bën një përvojë njerëzore në këtë planet dhe unë e kam quajtur Einsteini i spiritualitetit. Bravo, Dorë të Gjitje, e mollë. Profesorit Temi e ka mbjell fare në meditimit, nga të pare që e ka sjell meditimin në trevat tona. Unë jam i privilegjuar që e kam takuar në shkollën e jetës, në këtë udhëtimin që tham në fillim, edhe ndjej një përgjegjësi dhe në të njëjtën kohë edhe privilegj që ta vazhdoj mirëmbajtjen e asaj që ka mbjell profesori Temra Ramadani. Faleminderit profesor që ekziston. Profesor, faleminderit. Pa fjalë. Faleminderit që mirë tha Sheki, faleminderit që ekziston, por para se me kalu te meditimi, nuk e kam çore pa të vetë shkurtimisht edhe për një minjue të veçantë që ke pranuar para disa javëve, ta themi. Është minjuja e parë dhe e vetme, unë mendoj, që ka marrë një shqiptar apo një njeri në treva shqiptare që është ndal nga OVL, Organizata e Veteranëve të Ushtrisë Ligjore të Kosovës, për kontributin tuaj dhe për vetëdijsimin e Ushtrisë Ligjore të Kosovës, që meriton besoj Dorë të Gjitje. E thekrit, ajo që e karakterizon këtë mirënjohje është ajo fjalia për vetëdijsimin e Ushtrisë Ligjore. Unë me të vërtet nuk e kom prit, unë kom prit si mirënjohje, po me përmbajtje që sot po flasëm çka është meditimi, është me qenë vetëdijshëm kush jemi, ato që tha ministri, pse kena ardhur në këtë univers. Dhe nëse aty shkruan për ku kontribu për jo vetëm për lirinë e Kosovës, por për vetëdijsimin, kjo ishte një mirënjohje, ta them, e jashtëzakonshme. E veçantë, po. E ke thonë shumë herë kështu gjatë bisedave private me mua se unë të kam me të vërtet, po kështu para kamera për me ripërsërit. Çka është meditimi për ty, profesor? Po, mjeshtri e tha, për mu, kjo ona teknike, kë spjegoj si dhuratë të madhe të Zotit, ajo është e sigurt që ka tha mjeshtri, por meditimi është një gjendje e mendjes ku s'ka mendime. Në momentin kur arrim në gjendje, që ne nuk mendojmë, ne lidhmi me shkallën e vetëdijsë më të lartë, që është burim i çdo gjëje që ekziston, prej asaj mikroskopike deri te galaksit. Do të thotë është një burim që po themi është vetëdije, në shqip do të thotë e vetëdijshme,
vetë dija, kush e ka dha atë dije infinit, mund të themi Zoti, ose pyetja shkencore është, a Zoti i vetëdijshëm pa ne? Këto janë pyetje që mund të flasëm. Zoti është vetëdijsue kur ne jem kriju. Ne jem pasqyrë asaj energjie ose inteligjencë e krijimit të Zotit, ku në këtë dhurat kena mundësi ne me ardhë në një gjendje ku i humbum mendimet, i humbum konceptet, i humbum paradigmat tua, ashtu si e shohum botën, ajo që ndron jashtë, që është perceptim i mendjes, por ne kemi edhe këtë mundësi, duke ushtru këtë teknikë që është këtu mjeshtri, që edhe unë mund të them dy fjalë, është sigurisht i pari shqiptar që bën këtë mision në nivel të jashtëzakonshëm, dhe unë mund të falenderohem, unë pas na mbjell farën, po fara nëse nuk ka teren, nëse nuk ka mirëmbajtje, nëse nuk ka ujë dritë, fara një ditë zhduket dhe nuk vinë. Prandaj unë me vërtet falenderoj. Mendimi është, meditimi është gjendje e mendjes pa mendime, dhe në momenti kur i humbim mendimet, atëherë mundësit për mu lidh në burimin e mendimeve, burimin e çdo gjëje është absolut. Para se me dolte paradigma se e ka një formullë shumë të veçantë që na shtaporit por në mediat kosovore, kam me thonë profesorët e Ramadani, po dal pak te mjeshtri Sheki. Sheki na përmend me mendimet, mendjen, po në fakt ku rrin mendimet? A rrin mendja në tru ku? Shkenca akoma nuk e din në vendodhjen e mendimeve. Ne dim se truri, kur është në funksion, mendon. Pra mendja është truri në funksion, dhe i referohemi kësaj. Por nuk ka një të themi, një teori eksakte se ku gjinden mendimet. Por ekziston sqarimi i sakt se si krijohet mendimi, dhe kur themi se si krijohet mendimi, atëherë i referohemi aftësisë që ne kemi si qenje shpirtërore. Ne kemi një aftësi që perceptojmë. Aftësia e të perceptuarit në nivel të vetëdijshëm. Kemi edhe 5 shqisat tona me të cilët ne operojmë në. Tani, mënyra se si ne e interpretojmë perceptimin e realitetit e krijon mendimin. Pra, mendimi është produkt i mënyrës së interpretimit të asaj që ne perceptojmë. Pastaj nga mendimet rezultojnë emocionet, mendimet dhe emocionet e krijojnë atë pjesën që ne e quajmë fusha elektromagnetike e jona, dhe edhe njëra edhe tjetra neve pastaj na shtyjnë në atë komponentën e tretë që quhet veprim. Pra, mendimet dhe emocionet na shtyjnë që ne të veprojmë. Dhe këtu ka pastaj edhe një gjë tjetër, se mënyra se si ne mendojmë, mënyra se si ne ndihemi dhe mënyra se si ne veprojmë, kjo e përcakton personalitetin tonë. Dhe personaliteti jonë pastaj e përcakton edhe realitetin tonë personal. Dhe tu ka një ngërç, për shembull, shumica e njerëzve duan ta ndryshojnë realitetin e tyre personal, por nuk janë në gjendje ta ndryshojnë personalitetin e tyre. Dhe pra lind pyetja këtu, okay, po tani si ta ndryshoj personalitetin tim? Kjo ka atër të bëjë drejt për drejt me mënyrën se si mendojmë, si ndihemi dhe si veprojmë. A janë mendimet informacion për shembull? Gjithçka është informacion. Do të thonë, informacioni është energji. Dhe vetë fjala inform, do të thonë, është e formatuar, është një energji e formatuar që ne pastaj nëpërmjet aftësisë që kemi për të perceptuar, të japëm kuptimin dhe domethënien e duhur. Dhe kështu ne duke i dhënë një diçkaje, një informacioni kuptim dhe domethënie, ne krijojmë, sepse ne jemi qenje krijuese. Dhe nga ajo që quhet quantum field, aty ku është potenciali i mundësive të palimituara, ne mund të shërbemi nga ajo fush duke i dhënë kuptim dhe domethënie një diçkaje dhe e konvertojmë pastaj nga ajo në realitetin tridimensional. Dhe në këtë formë ne e nisim procesin e krijimtarisë. Kështu që ne jemi qenje krijuese, nuk jemi po e thotë edhe profesor Etem Ramadani, por para se me dolte paradigma profesor, por ju ku rrin mendimet? Ato që tha mjeshtri,
është një ndër pyetjet ma enigmatike ose pyetje e randë, ku janë mendimet, kush i krijon mendimet, këto që po mendojmë ku shkojnë. Tani unë mendova, çka më pyet ti, ku do shkon ky mendim, ose kush e prodhon ky mendim. Janë dy fizika, fizika kuantike edhe fizika materiale. Truri është materie në konceptin ose ato që tha mjeshtri perceptimet tona, se truri është një masë, bie për 1 kilograme 200-300. Edhe ai nga perceptimi sot ose paradigma ekzistuese e fizikës kuantike ose fizikës Newtonit, truri prodhon mendime. Kjo për mua edhe për shumë shkencëtarë që merren me fizikën kuantike nuk është. Truri nuk prodhon mendime, kjo është akceptimi imi. Dominante është kjo që tha mjeshtri, truri është veni ku mendojmë, ku prodhohen mendimet, e vërteta ajo që unë e kum akceptu paka shumë. Pse mendoni kështu, profesor? Po mendoj se njoh fizikën, dy fizikat paka shumë, një se ai që mendon që një fizikën kuantike ka thënë themeluesi Max Planck, ai nuk e ka kuptuar. Domethënë pyetja është kush mendon? Kthehemi prapë te meditimi. Në gjendje meditative ne nuk kemi mendime. Mendimet janë ato që ka tha mjeshtri, është perceptim, ato që e shohim botën, si e përjetojmë. Pyetja është ku ndodh përjetimi për të dhënë mendim, ku ndodh unë për shoh këtë gotë, ku ndodh procesi që krijon mendime, përvoja që po të shoh ty, që po flas me ty. Ai ndodh në një fushë që quhet fusha kuantike ose fusha e unifikuar, ku me anë të meditimit, si instrument përdorum sistemin nervor, që janë në tru, janë 87 biliard qeliza truri, ku arrin me kontaktue me anë të transcendentimit ose me anë të meditimit këtë fushë. Atë mund të lindin mendimet tona, të mijat, jo tuat. Kurse sot po të analizohen këto mendime, që i kemi sot 99% nuk janë mendimet e mia, as nuk janë mendimet e tua. Ne ti nuk e ke pa kur shekin, për shembull, ose sheki s'ka pa ty, tani ky perceptim, kjo pamje, përjetohet në këtë fushë, dhe aty fillojnë me prodhu mendime. Domethënë, para se me taku sheki, ky s'ka njoft. Ke pas ndonjë mendim për këtë? Zero. Jo. S'ka. Por lindi tash mendimi, ato që e tha mjeshtri, nga perceptimi, po kjo përvoj ndodh në fushë, në shpirt, në qatë quantum field, du me tha, këtu pastaj lindin mendimet, po është ka qenë e sfiduar, e provokuar nga pamja. Por, kur të shohën ty, edhe kur shoh krejt që ka po shoh, nëse provoj mi gjentru, nuk ka, se ti ki gjatësi, edhe krejt kjo ambient nuk mund vendoset në tru. Por truri si koncept biologjik ose mas, edhe sot është gati kjo teori dominante që truri është prodhim mendime, në tru vendosen mendimet, truri nuk ka kapacitet të i vendos gjithë shka shoh një mal, ose këtë ndërtes. Provo me gjithë, hape trurin, provo me gjithë këtë ndërtes ose ty në trurin tim, ose emrin tim në trurin tim. Ose është tjetra, profesor, që na shpeshherë themi unë e te kur t'jem kështu biseda private. Për shembull, nëse është kështu, nëse e mbysmi ose e thejmë qatru, ku shkojnë mendimet? A janë mendimet? Mendimet shkojnë kur ne për shembull, mendimet që ku menduan kur jam ka fëmijë. Ku janë ato? Unë i aktualizoj në momentin kur mendoj për të kaluarën. Do me tha, pa mbyllë sytë, por në mendja, ose sistemi nervor, aktivizohet nga unë. Nuk më aktivizon mu truri, nuk më ka mu truri. Ne e kemi trurin. Ne e kemi trurin. Po, sot, kjo është fizikë kuantike, ne ato që tha, më pëlqej, që pika në oqean, gjithë mendojmë që pika. Jo, oqeani është në pikë. Dhe kjo është një ndrim radikal në të menduar, në të perceptuar. Është edhe e tjetra me televizor që e mund për shembull shpesh herë në ti që thojmë për shembull
Nëse për shembull janë lajme tash tu në televizion ose loja, fotografi. Ose fotografia, për shembull, e them televizorin ku mbetet fotografia. Nisoj edhe trurin. Po në televizor s'është për moment. Jo, edhe në radio, lëshon një radio ose një televizion ki mundësi infinit me zgjedh frekvenca. Frekvenca CNN, Prishtinën atje. Por nëse këto e fik, ku mbeten informatat? Jo në fush. Pa akceptu fushën si koncepta themi, nuk mund t'i spjegojmë këto fenomene. Do më tha, ekzisto fusha, prandaj shpirti, qka shpirti? Është një potencial i fushës e unifikuar që ne na vedison. Dhe edhe njëherë, pa e kuptue fizikën kuantike, nuk e kupton që muzika nuk është në radio, fotografia nuk është në televizor, mendimet tona, as nuk prodhohen, as nuk deponohen tru. Problemi i shoqërisë sot ekzistuese, çdo gjë e keni dëgjuar atë paradigmë, çdo gjë këtu. Meditimi dhe bjen në gjendje që asgjë s'o këtu. Dhe kur e shprasum që ne asgjë s'është këtu, atëherë janë mundësit infinite për të qenë për pas çdo gjë. Por du të kontaktojmë këtë fushë. Du me thokë, ky sistem nervor i rafinon, i menagjon, mund të thojmë, mendimet, por nuk është prodhues dhe nuk deponohen mendimet në tru. Dhe kjo është një ndrim radikal ose një paradigmë. Do të vijë, bravo. Në nivelin elementar, e ke qarë. E kom shumë bukur. Kalojmë te Osa bukur e thash. Në nivelin elementar keni thonë ne jemi dritë. Po më intereson pak relaks për emisionin, çuish jemi drita në fakt, halo po ikmi me rrymna. Të na ndolet rrymë. Në nivel elementar, ne jemi edhe dritë edhe dashuri, ne vim nga njëra dhe tjetra. Do me thonë ato janë një etnitet. Tani më, në kohët e fundit, shkenca po flet edhe se gjatë fekondimit në fillim, po shikohen grimca drite. Ne vim nga drita. Bindja ime si mjeshtër meditimi, dhe kur i referohen përvojës së deri tanishme, nuk mund të ndryshe ta bind veten se ne nuk vim nga drita dhe dashuria. Bravo, të gjithë. Kur flasëm për këtë fenomen, se tani po flasëm prezencën e mjeshtrit, nëse merret çka ekziston në këtë univers, del që drita, fusha elektromagnetike, që drita është pjesë e saj, ekziston. Pyetja është, si të përjetojmë, jo si të bindemi, si të mendojmë që a jemi drita, jo, do të përjetojmë. Në gjendje meditative, kur i largojmë këto mendime, këto koncepte, se ne jetojmë në një botë konceptuale, në botën që tjertë na kanë thokë kështu ashtu. Kurse meditimi është përjetim i dritës. Në gjendje transcendentale, kur i largojmë mendimet, ne bahemi dritë, jemi e tha shumë bukur, ato qelizat e parë, kur fojnë kundohemi ne, jënë dritë, por ekzistojnë, e këmë thonë në një emision, kur njerës në vdekje klinike, është një studim në Londër, 108 vetë, kanë qenë të vdekur për disa sekunda, ma pak se 1 minut, kur jënë dalë nga kjo gjendje, i kanë pytë, qka ke përjetu? Dritë. Dhe pyetja tjetër, po çka tjetër, të kontribuoj ma shumë. Ju ka me dëshira me kontribu ma shumë. Do me thonë, drita është fenomen që ekziston, kurse terri nuk bëhet nga çmimit, por është mungesë e dritës. Meditimi të ndriçon, prandaj mendja ndriçuar. Unë e kom thënë edhe në shumë vite me parë në një intervistë, e ardhmja do të jetë e liderëve që janë të ndriçuar, ose lider meditus që nuk na fusin në për tunele e me na bot dritën fund tunelit, po paradigma e ime, që është, unë jam autori kësaj paradigme në historinë të mendurit njerëzor, drita në fillim tunelit. Ti pyetemi pak shikues të nderuar, po ju pëlqen sonte e kena në emision Marishin shqiptar edhe Oshën shqiptar. Unë i kom lexuar ja 6 muaj ditë jo marr me Oshën, me Marishin. Tash do domi të shekit te Osho. Sheki ju keni qenë atje edhe unë i kom po disa biseda apo tamë edhe sheki edhe mjeshtër. Mos u prek, ndoshta është
kam drejt me të qujtë kështu sheki. Po, ti si ta ndjesh? Se edhe po ta quj sheki, edhe po ta quj mjeshtër, është perceptim i yti edhe simbol që për të komuniku edhe për me në gjuhë e këtë situatë. Por shekin që eshe, nuk eshe. Nuk e që është sheki. Sa këtë poshtë, vjen ma vonë. Keni qenë tek shkolla e të mondhet për mu Osho, edhe i kam po disa foto që keni nejtë bashkë, keni pos fotin edhe me vlaun e Oshos, me Hamitin. Hamit, po. Ashtu qërë. Si është aja? Po, Hamit, akoma gjallë është. Si është aja fangjenja, se nuk është e letë me... Hamit kur thu është musliman atër. Jo, emën indian është, Hamid. Unë kështë të thash Hamid, kështë musliman. Si është përvoja me... Shiko, ka qenë një nga përvojat më të jashtëzakonshme që kam pasur në këtë transformimin tim shpirtëror, dhe në vitin 2016 për herë të parë kur isha atje, ka qenë edhe eksperienca ime e parë e daljes nga trupi, që e përjetova në një mënyrë shumë të veçantë. Mandej, e tërë energjia që kryohet nga komuniteti i medituesve që është në ashram ati, është një energji relaksuese, të ofron shumë qetësi, të ofron shumë komoditet, ndihesh i mirë se ardhur, ndihesh mirë në trupin ku banon, ndjen dashuri për vetën, fillon vetja të duket më e mirë. Thjesht fillojnë të mbushen disa boshliqe të cilët në këtë jetën e përditshme i ke llogaritur si të parëndësishme, dhe ati fillojnë të gjërat e vogla për të cilat ne i marrëm si të mirëqena, thjesht ta marrën atë vlerën e tyre, dhe fillon të interesoj mënyra se si ushqesh, mënyra se si hec, mënyra se si e kalon kohën e lirë, pushimin. Me një fjalë, atë që përmendi edhe profesori, ti fillon të vetë diosohesh për ekzistencën tënde. Dhe vetë meditimi mund të quhet edhe shkenca e vetë diosimit, shkenca e prezencës, e së tashmes. Dhe duke qëndruar ati ti fillon dal nga dal të kuptosh se shkëputesh në mënyrë suksesive nga e kaluara, nuk merresh me ato ndodhi që ka ndodhur në të kaluarën, fillon ta kuptosh rëndësinë e memorjes, rëndësinë jo që ti të merresh me atë, po rëndësinë se sa lehet ndihesh kur ti shkëputesh dhe nuk merresh me atë që ke memorizuar në të kaluarën, dhe ati ka një gjë shumë e rëndësishme, se truri jonë e përsërit deri në ditë të tretat e asaj që nuk ka shkuar mirë në të kaluarën tonë, dhe trupi e përjeton sikur ajo është duke ndodhur tani dhe këtu, dhe bëhet ngarkesë për ty, dhe ti mendon se jeton jetën për të ardhmen tënde me kënaqësi, me atë edhe me këtë, në fakt ti e bart me vete në mënyrë të vazhdueshme të kaluarën tënde, dhe ajo të pengon pastaj të krijosh një të ardhmen ndryshe. Dhe të shumica njerëzve ndose krijojnë, ju duket se kanë krijuar një të ardhmë ndryshe, në fakt është vetëm një paketim i ri i së kaluarës që kanë përjetuar, dhe thuan, po si çfarë duke ndodhur me jetën time, vazhdimisht më përsëritet, se u zgjata tani në këtë kontekst. Po ashtu fillon të shkëputesh edhe nga ato frikrat për të ardhmen, frika për të nesërmen, si do shkojnë gjërat, a do t'ja dal, a nuk do t'ja dal, më tepër kthehesh kështu tek ajo që ndodh në tani dhe këtu. Dhe një fjali i bëhet shumë e rëndësishme, dhe për mua fjali jetësore, dhe përjetoj gjithmonë, edhe tani kur flas këtu me juve, momenti më i rëndësishëm është gjithmonë ajo që ndodh tani dhe këtu. Nuk ekziston moment tjetër. Ajo që ka shkuar, ka ikur, ka ngel në memori. Nuk ka nesër. Ajo që do vi, nuk e di ma do vi apo nuk do vi. Atë që e ke në dorë është gjithmonë ajo që ndodh në tani dhe këtu. Çfarë është tani dhe këtu? Është vendi, është hapësira ku ndodh jeta. Jeta nuk ndodh as herët as vonë. Dhe gjithçka që do ndodh në të ardhmen, do ndodh në tani dhe këtu, kur do t'i vi koha. Dhe gjithçka që ka ndodhur dikur në kaluarën, kur ka ndodhur, ka qenë tani dhe këtu. Meditimi të mëson ta jetosh momentin. Ndërsa momenti është esenca e jetës. Të hiku momenti duke besuar dhe menduar, shpresuar se të ardhmen do vi një moment e ajo më e rëndësishëm se ki, ti nuk mjeshtrohesh që ta jetosh jetën në mënyrë vertikale, qëndron në mënyrë horizontale dhe thjesht
nuk e shijon aromën e vërtet të saj, atë lëngun, atë shërbetin, themin nga Maqedonia. E ti ke pos fatin me nejtë edhe me vllaun e Hamitin, thove, vllaun e Oshës, une kom pos fatin me lexu një libër, Instinkti, Intelekti dhe Intuita, dhe mba herët shumë mirë shpjegove çka është instinkti, intelekti dhe intuita. Para ata që do të thonë se aty shumë mirë shpjegon është që instinkt kanë edhe kafshët, por ajo që na dallon prej kafshëve është intelekti dhe intuita. E ti thosh shumë mirë çka është instinkti, intelekti dhe intuita. Ne nga shkenca e meditimit intelektin e quajmë shqisa e mendjes, është intelekti, instinkti është shqisa e trupit, ndërsa intuita është shqisa e shpirtit. Kështu i definojnë Osho në ligjeratat e tia. Nuk them në shkrimet e tia, sepse shumica edhe nuk e din, ai nuk ka shkruajtur. Janë disa 10 libra të Oshës, por ai nuk ka shkruajtur libra, që ta dinë dëgjuesit. Ka shkruajtur vetëm një libër, Letra dashurie për veten. Titullohet libri. Po, shkurtimisht edhe më ka rënë me lexu aty tek libri, është edhe një shumë interesant që thotë parfumeritë këtu i kanë zbuluar, domethënë këtu kozmetikat e këtu i kanë zbuluar, domethënë për shkak që kinse në libër e kam lexu, femra kur kalon pranë një mashkulli që i pëlqen, e lçon një farë ere, prandaj për mos mu zbulu këtu, janë zbulu parfymat. Shiko, trupi i çdo njeriu ka një aromë të veçantë. Ne në esencë jemi veçantia. Zëri është i veçantë, aroma është e veçantë, pamja jonë është e veçantë. Nuk ka dy njerëz të ngjajshëm. Dhe me që përmenda aromën, kjo luan shumë rol, edhe tek raportet e dashurisë, raportet e intimitetit, vetëm aroma e trupit mund të bëhet ndonjëherë shkaktar që tjetri mos ndahet asnjëherë prej teje, sepse atë aromë nuk do ta gjejte asnjë mashkull ose femër në planet. A guxoj pak me po pak më atraktive emisionin për shembull. Një pyetje pak kështu pak më shqiptarske. A është seksi meditim? Po. Shiko, meditimi ekziston që seksi të jetë më cilësor. Nëse e kupton meditimin, do të kuptosh edhe seksin, sepse seksi nuk është vetëm një shfryrje epshësh. Më vjen keq që shumica e shikojnë si të tillë. Seksi është një akt hynor që bashkërisht me personin tjetër të transcendosh, të kalosh, siç tha profesori, në gjendjen pa mendje. Vetë akti seksual është një lloj meditimi. Gjithçka që vlen për meditimin, në mënyrë tekstuale vjen edhe për seksin. E mësove meditimin, të siguroj se do ta përmirësosh edhe performancën gjatë marrëdhënies seksuale. Bravo, Darkogiti, më lë pa fjalë. Profesor, çka mendoni për këtë pyetje? Po do të më përsërit se gati për thot krejt mjeshtri, gjendja e mendjes pa mendime, e këto të bien meditimi edhe seksi. Seksi ku arrihet kulmi i asaj është kur e humb mendjen. Do të thonë momentin kur ne nuk mendojmë duke bërë. Ajo nuk o bërje më, nuk o veprim, është transcendentim ku mendja e njerit nuk ka mendime dhe është përjetim. Nuk mund të shpjegohet as meditimi me anë të mendjes, me anë të koncepte, as seksi. Seksi është burim i çdo gjë, burimi i ynë. Do të thonë është burim i kësaj që ne të vedisohemi kush jemi. Pa atë burim ne nuk jemi këtu. E ke thonë në diçka shumë interesante në një intervistë, profesor, më fal që po ndërpres, ke thonë që nëse gjatë seksit për shembull ty të kujtohet ura. Jo, nëse shiqon orë, do të thonë ka fillu koha, ka fillu me mendu, jo me qenë prezent. Edhe njëherë, ato që tha mjeshtri, prezenca ekziston vetëm prezent, një moment, një dhurat, që ne e quajmë shqip moment kur teknologjia ose metoda si arrima me seksa, duke lexuar një libër, duke qenë dashuria, duke ndajt me shokun ose duke meditu, qëllimi është mu lidh me burimin. E kush është burimi? Është krijimi i çdo gjëje, mundësitë pa kufi. Edhe ato që ne e quajmë seks, flasëm për shumë gjëra koti, na vje keq me fol për atë burimin, ose atë veprim, ose atë gjendje, ma mirë me quajë gjendje, ku ne arrim të krijojmë. Seksi është krijim, meditimi është krijim, lidhje me burimin e krijtarisë. Ne duhet edhe një gjë ta kuptojmë. Seksi nuk ka të bëjë vetëm me kënaqësinë,
trupore, Hormonal, fizike, hormonal. Seksi është niveli më i lartë i shkëmbimit të energjisë me njëri tjetrin. Për atë është po ashtu shumë e rëndësishme që ne të zgjedhëm partnerin me të cilin do lëshohemi në marrëdhënie seksuale. Një gjë duhet ta kuptojmë. Gjatë aktit seksual, ne marrëm dhe japëm energji. Në veçanti, gjinia femërore merr shumë nga energjia e mashkullit. Po çfarë përmban ajo energjia? Përmban traumat, zhgënjimet, gjërat që ka përjetuar në të kaluarën dhe ata depërtojnë në qenjen e femrës deri në nivelin e ADN-s dhe qëndrojnë në ADN deri në 7 vite. Flasën studimet e fundit. Prandaj s'bën me tratu gratë, se ti Nuk pia bën me fol tratu energjia. gratë edhe Po mbarë çka kupton ti me tradhti. Edhe ajo është kuptet. A dalmi te një tjetër që lidhet me meditimin. Në fakt, feja dhe meditimi mjeshtër. Cili është dallimi ndërmjet fejes ritualeve fetare, edhe lutjeve fetare dhe meditimit? Çiko. As meditimit nuk i nevojitet feja. Meditimi nuk ka të bëjë me fejen, por çdo feje i nevojitet meditimi. Wow. Meditimi e rrit vetëm cilësinë e fejes. Do të rris cilësinë e lutjes, e faljes, e namazit. Vetë namazi, akti i namazit, me që vjen nga feja muslimane, është një formë meditimi, është një formë prezence. Dhe ne themi, nëse në namaz ti nuk je prezent dhe shëtit me mendjen andej këndej, ti nuk të quhet namazi, nuk të pranohet namazi. Po lutja çfarë? Edhe lutja nuk funksionon nëse nuk do ta kishte në vete të integruar meditimin. Vetë lutja është një lloj meditimi. Lutja është një komunikim i drejt për drejt me hinoren, është një komunikim i drejt për drejt me Zotin. Dhe për të komunikuar me Zotin, do të bëjmë një pyetje tjetër. Ku është Zoti? Është Zoti në të kaluarën, është në tani dhe këtu, apo është në të ardhmen? Zoti është në tani dhe këtu. Dhe nëse ne duam që të frekuentojmë, që të rezonojmë në të njëjtat frekuenca, në të njëjtën energji, në të njëjtin dimension, që lutja jonë të pranohet, atëherë ne duhet vetë të jemi prezent. Pra duhet të jemi në një gjendje të thellë meditative dhe ta bëjmë lutjen, sepse nëse drejtohem Zotit, atëherë duhet edhe një lloj si të frekuencat ose numrat e telefonit ose në radio, duhet i përshtasëm frekuencat. Dhe nëse ti gjatë lutjes je në nxitim, nuk ke durim, nuk e ke lutjen e pastërt, nëse lutja jote ka sinime të varfroj diken, të hakmiret, në lutjen tënde ka xhelozi, ka frikëra, ka send, unë të them që tani kot, ja fute kot, nuk vlen ajo lutje. Bravo. Po, është edhe një diçka shumë interesante te aforizmat që e kam lexuar, dallimin ndërmjet fejes thotë edhe meditimin është se domethënë lutja fetare ti në fakt i lutesh Zotit dhe i flet Zotit, ndërsa në meditim e pret përgjigjen nga Zoti. A mund të themi që është kështu? Shiko, kjo kur thua lutje fetare, nuk jam shumë dakord sepse lutja është mbi të gjitha llojet e fesë. Po themi namazi, pra jo lutja fetare, por namazi për shembull. Në namaz thuhet që ti flet Zotit, ndërsa në meditim e pret përgjigjen nga Zoti. Shiko, kur themi ne ti flet dhe pret përgjigje, do të përjashtojmë fjalorin që e përdorim në nivel racional që e kemi shpikur në njerëzit. Në planet ekzistojnë disa qindra të gjuhave. Rumi neve na thoshte kështu: në një gjendje të thellë meditative, ti do komunikosh me hinoren dhe ti do të ndëgjosh një zë i cili flet me ty, por nuk përdor fjalë. E ajo është zëri i Zotit. Zoti nuk flet në kosovar që shqip, anglisht ose kështu. Flet nëpërmjet një formati krejtësisht tjetër të cilin e njohin vetëm njerëzit që meditojnë. Edhe falori i madh ka thonë se ti, ka thonë ti lutje Zotit shqip poshtë, pastaj rregullon vetë lart Perëndia. Eksakt. Kjo është politik. Një pyetje shumë e rëndë. Jo, një pyetje shumë tjetër edhe e rëndë për ty, profesor. Se kjo e përmendi Zotit. Ka pyetje të rënda për mua. Ti mendon që ndër pyetjet më të mëdha dhe më të rënda. Është a Zoti e krijoi njeriu apo njerëzit e krijuan Zotin? Tani, a mund se kjo feja, meditimi, kërkesa, mendjes njerëzore gjatë evolucionit ka pas këto kërkesa. Zoti, çka është ajo që na ka kriju, kush na ka kriju, këne kemi kriju ne,
dhe këto e në pyetje që po thuti të randa. Po. Të randa janë përmenjen e kufizuar për shkak të koncepteve që ne i kena kriju gjatë historisë njerëzimit. Kurse feja, ta kom tha dhe në misionin e kaluar, është jo fe për të besuar, jo fe me predikime të lutëm askuj. Kjo është teknologji që i ka dhënë profeti për të qetësu prap mendjen njerëzore. Meditimi është për me qetësu mendjen me anë qetësis, me anë të paqes në lidhmi. Religion, do me tha religare, nga latinishta mu lidh. Pyetja me kanë mu lidh? Me paqen, me fushën e unifikuar, me fushën e mundësive pa kufi. Dhe teknologjia me arrit këta, në fe janë lutjet, janë në meditim i quajnë mantrat, por që efekti është me arrit paqë, mu lidh me dikan, religare, du me thonë mu lidh edhe njerë për përsërit me paqen, mes paqes ne përjetojmë qetësin absolute që në fej, kur thomë nga koncepti i fejës, është besim. Kjo është një farë teknologjie për t'i bin njerës. Por religion nuk o besim, që shë spjegon feja, aktuale, nuk o besim. Religion, do më thonë, muri lidh me paqë e mes paqës me përjetu fushën e unifikuar shkencërisht ose Zotin nga religioni. Dhe Zoti është i plot fuqishëm, i plot vetëdijshëm, krejt inteligent që është burim i krijimit. Dhe vetëdia e jonë, kur arrim me anë të meditimit, ne krijojmë paqë. Me anë të paqë, ne lidhum prap me inteligjencën, ato që tha mjeshti, me inteligjencë e energji. Nuk janë damas. Inteligjenca dhe energji është burim i krijimit. Se për ndryshe mos të ekziston inteligjenca dhe energjia, si mund të krijohet? Si mund të vjetë të krijim? Amo edhe pejgamberat kanë medituar. Zoti flet me gjuhën e qetësisë ose me heshtje. Nuk ka simbole, nuk ka shqip, nuk ka anglisht. Kur rrish në gjendje transcendentale, nuk ka mendime, por je në burimin e mundësive të mendojsh e tjesh e të bëjsh gjithçka. E kjo është aftësia e Zotit. Do me tha, unë për mu arrinti me meditim, a me anë të namazit, ose me anë të mantrave, që i ka dhonë, çdo fe i ka mantrat e veta, dhe i ka vendet ku shkojnë njerëz meditojnë ose falen, edhe këto janë efektet e maharishit ku një më nuk bëjnë dy, bëjnë miliona, edhe në xhami, edhe në teqe, edhe në kish. Kjo është me rëndësi, që njerëz shkojnë të qetësohen, që të harrojnë çka ka me ndodhë, çka ju ka ndodhë, po të përjetojnë atë moment që të përjeton një hapësirë jashtë hapësirës dhe kohës. Edhe kjo, ajo kur del jashtë hapësirës dhe kohës, mund të quhet Zot. Është burim i krijimit, burim i ekzistencës. E thash edhe më herët, gjatë biseda ashtu që patëm para se me fillu në emision, që në një farforme edhe profetët tonë, edhe profeti Muhammed, profeti jonë i dashur, ka bo asketizëm, ka bo atë byllën e shpillën e radhën në një farforme. 26 vjetë ka meditu. Atëre nuk ka ekzistu koncepti i fesë islamit, muslimon, po ka qenë islam. Islam do me thonë nga arabishtja paqë. Si mu lidh me paqen? Sot paradoksio që atu ku ka paqë, ku po dominon feja, ashtu quajtur, e kesh përdur, është burim i luftra, burim i bombave, burim i raketave. Do me thonë këta njerëz që tash në këtë rast Irani, mustom edhe Amerika, e kanë hub kontaktin me burimin, me paqen, dhe kanë prodhu raketa. Do me thonë, ajo fej që thot fej, sa ma shumë që të themi jom religios, aq ma pak je lidh me Zotin. Kjo është paradoksi. Sa ma shumë të thot, unë jom islam në konceptin që ka hu paqen, e jom religios, nuk ka kur far lidhje me Zotin. Se atu ku ka paqe nuk ka bomba. A Zoti e krijoi njeriu, profesor, apo njerëzit e krijuan Zotin? Zoti ose universi e ka kriju njerin për me u vedisue që ekziston universi. Është pasjyrë. Do me tha,
pa në qenje njerëzore, Zoti nuk ekziston. Se ne e kena qpik emrin Zot, ne i kena dho simbolet. Nëse i hjekum gjithë simbolet, emërtimet nga gjuha, që rrjedh në Shqip i thom Zot, a i tjetëri thot Allah, a i tjetëri thot God, a ekziston Zoti? Kush i ka qpik? Ne. Do me thot, Zoti me skrijimit të njerit është vedisu pse a i vetë ekziston. Pa ne, Zoti nuk ekziston. Minister? Pa ne, po pse ne qenja njerëzore, fejtë ndryshme, thojnë shfalju se lidhësh me Zotin. Do me thonë, unë e përjetoj atë Zot. Pa mu, a kanë Zot shtos, varën nga shkalla e vedijes. Në gjendjen transcendentale që arrijet me meditim, në gjendjen transcendentale që arrijet me anë të lutjev namazit, ti e përjeton Zotin. Çka Zoti është qetësi dhe burim i krijimit të çdo gjë. Minister? Zoti nuk është punë e mendjes. Mendja e njeriu nuk mund ta perceptojë Zotin. Dhe nëse një mendje mendon se e njeh Zotin dhe i jep epitete siç dëgjojmë nga disa ligjerues, Zoti i dhrohet, mlefoset, dënon, nuk është ai Zot. Mendja e njeriu madje është edhe ndaluar me parametrat fetar që t'i japësh forma, ta përshkruajsh Zotin. Dhe kanë shumë të drejtë. Mendja e njeriu nuk mund ta përshkruajë Zotin. Por Zoti ndihet vetëm në qetësi. Dhe mistikët neve na thonin kështu. Qetësia është gjuha e Zotit. Heshtja. Jo, qetësia. Po mund ta thush heshtje, mund ta thush paqe, mund ta thush qetësi. Qetësia është gjuha e Zotit. Gjithçka tjetër është vetëm një përkthim i keq. Interpretim. Nëse do ta ndjesh Zotin, ti duhet thjesht t'ja mësosh gjuhën. Ne për të komunikuar tani, pa shqipen do ta kishim vështirë. Por me që e njohim një gjuhë të përbashkët, mundemi të komunikojmë. Dhe unë apeloj, e them kështu tani, nëse dëshiron që të komunikosh me Zotin, së paku duhet t'ja mësosh gjuhën. Dhe ajo është heshtja dhe qetësia. Dhe është i pari shqiptar, e mos thom jo vetëm shqiptar, në këtë sa unë kam informata, në rajon që ky ka kurse për heshtje. Do me thonë, nëse arrim një gjendje të mende heshtje, ne jem lidh me Zotin. Zoti është përjetim, nuk është koncept mendor ato që e tha. Nuk është formë, nuk ka formë, nuk është në hapësirë në kohë, nuk është as tani, as atje, as këtu. Këtu janë perceptimet tani, po thëmë këtu. Atje edhe këtu është perceptim mendor. Kurse Zoti është jashtë hapësirës dhe kohës. Mjeshtër, e kam një pyetje për ty, më falë. Ju në një intervistë keni thonë se keni jetu 25 herë, dhe në jetën e kaluar keni qenë dikon në Afrikë, ndërsa në jetën e ardhshme do të shfaqeni do më shpirti ju me një trup në Francë. Ja, unë para deshta më ta bëni diçka. Nuk e di sot kujtohet në jetën që keni jetuar më herët në Afrikë, më kemi dhënë 100 euro borxh. Shiko. Të kujtohet ajo? Po më kujtohet, do t'i kthej. Po pa kamat, se nuk i dua kamatat. Shiko, kjo që kam thënë unë në intervistë, dhe që unë e di, unë nuk besoj se është ashtu, unë e kom djej në gjendje transcendentale, profesori e tha shumë bukur, janë përjetime, ato janë përjetime dhe përjetimet nuk mund të përshkruan me fjalë, sepse fjalët nuk e kanë atë potencial. Si dashurin me përshkru me fjalë. E kur s'ke qeni dashuruar? Qetësia nuk përshkruhet me fjalë, ti nuk mund ta definosh qetësia, nuk mund ta definosh pafundësinë. Çfarë është pafundësia? Dhe njerëzit që kanë dëgjuar këtë, të cileve ju mungon kjo eksperiencë, unë tani parafërsisht kam bërë në jetën time 12.000 orë meditim. Është ekspedit, 12.000 orë meditim. Edhe tani ato sa deti bjen kjo, nëse 24 pjesë të? Edhe tani, profesor, nëse do më perceptosh dhe do më analizosh nga niveli mendor, kjo do duket absurde. Edhe më kanë thonë, ja ka fut kot, ma çfarë flet ki? Dhe unë nuk merrem fare, nuk më prek ajo, sepse nuk mund të unë përjetimin tim dhe 12.000 orë meditim dhe të gjitha ato eksperienca mistike që kanë rezultuar nga ajo eksperiencë, ti vendosi në pikpjetje, sepse dikush nuk mund ta pranojë. Jo, kjo që pëthu, falë mishtre, se dishta më të kjo që pëthu ti, dhe me thonë që ndronë se unë e kom lexuar një libër tjetër Michael Lewton, Udhëtimi i shpirtrave,
dhe ai I fut ata, domethënë në hipnozë ata klientat e vet, dhe ata kallëzojnë për shembull që njëtën e para kësaj jete kanë qenë avokat, kanë qenë. Po ekzistojnë plot institute në Evropë, në Amerikë, ku ti mund bësh reinkarnacion, do paguash lek, edhe janë hipnoterapistë të specializuar dhe atë do të çojnë dhe ti do flasësh me një gjuhë tjetër, dhe kur një gjuhë që nuk e kupton askush që ti e ke fol para 200 ose 300 viteve, dhe kur kthehesh në këtë gjendje, në këtë vetëdije e zgjuar, ti nuk je më I vetëdijshëm se çfarë gjuhë ke fol kur ke qenë në atë gjumin hipnotik. Kjo është e shkencore, por unë e mbaj si përjetim timin, e kam thënë dhe nuk dua që ta Sa duhet ku, mjeshtër, sa duhet ku me qenë, për shembull me u fut në hipnozë të thellë, edhe me mendu, domethënë, a ke qenë në trup atje? Jo, ajo ndodh vetvetiu, te dikush mund të ndodh më herët, te dikush më vonë, sepse ne në kontekstin spiritual jemi të ndryshëm, në nivele të ndryshme. Te këti mund të ndodh në seancën e dytë ose të tretë, po të bësh një reinkarnim. Bashkë kam qef me di që ka më komë. Ku ta dish? Do më thonë, njerëzit paguajnë shumë lek. Deja-vu-n e pranojnë të gjithë. Do më thonë, çdo njeri që jeton këtë botë I ka ndodhur nga një deja-vu. Do më thonë, çka është deja-vuja? Duket sikur ke qenë në një vend, në fakt s'e kon kurrë. Po duket si ke qenë, ke jetuar më herët, në deja-vu-n e kanë përjetuar të gjithë. Shiko, Sadri, për atë unë profesori e përmendi e promovoj qetësinë dhe heshtjen. Se ne nuk mund ta kuptojmë botën vetëm duke përdorur mendjen tonë. Ne duhet njerë ta fikim mendjen, ta nxjerrim nga prizma. Dhe kur e nxjerrim mendjen nga prizma, atëherë fillojmë ta kuptojmë plotësinë e ekzistencës. Nuk kuptohet plotësia e ekzistencës vetëm duke përdorur mendjen. Dhe duke mësuar që të heshtimi, ne kemi mësuar shumë gjëra, po askush nuk na ka mësuar deri tani si të heshtim dhe si ta shijojmë qetësinë. Por kjo pastaj na ndihmon neve që të ballafaqohemi më mirë me sfidat e jetës, na mundson, na mjeshtron që ta qetësojmë mendjen, të krijojmë më tepër qartësi, ta njohëm potencialin që kemi sjellë me vete, të shfrytëzojmë dhunti që kemi sjellë me një bagazh shumë të madh që nuk është e jona, por e kemi borxh që ta ndajmë me të tjerët, ta konvertojmë. Profesori në fillim të intervistës e tha se njerëzit pendohen në çastet e fundit të jetës, thuan sikur të kisha kontribuar më tepër, sepse në fund e kuptojnë se wow, kom pas shumë për dhënë për njerëzimin. Dhe unë mendoj se duke praktikuar heshtjen, këto trajnime që bëjnë 3 ditë heshtje, 7 ditë heshtje, këtë vit dë kem në tetor profesor 21 ditë heshtje. Dhe jetë një grup prej 15 njerëzve. Këto lërë se mësojnë heshtjen, qetësinë, pra gjuhën hinore, po këto mësojnë edhe të dëgjojnë më mirë. Sot ne vuajmë nga mos të dëgjuari, njerëzit nuk dëgjojnë, flasën të gjithë njëkohësisht. Në të njëjtën kohë ti mësohesh edhe të flasësh më mirë, ta kuptosh veten më mirë, të kesh më shumë integritet, që do të thotë të ju besojsh fjalëve që thua, të kesh më shumë autenticitet, që do të thotë të mos pretendosh gjithmonë të bësh dikush që nuk je, të qëndrosh tek origjinalja, tek ajo. Shkurtimisht, mjeshtër, a ndaj politikanë për shembull, a e keni shtime me meditu se këta probleme kanë me meditu politikë? Shiko, unë në një intervistë tjetër e kam thonë, nuk e kanë, po, e kam thonë që do kisha pas dëshirë që të bëjmë një meditim o në kuvendin e Kosovës, o në Shqipëri, o Maqedoni, o kudo që tjetë. Po mënon që mund me najt pa fol ta, parë ne? Nëse dëmsohen të rinë pa fol, dhe rrisën mjeshtrin për të folve dhe më mirë. Mësh me bënë kur fushatës një meditim dhe ishte në apështar. Jo, po do ta promovojnë më tepër paqen. Profesori mund ta plotësoj këtë, është shumë më I thellë se unë, se nëse ti paqen nuk e përjeton vetë në sistemin tënd, ti mund të flasësh natë ditë për paqen, por ajo nuk zë vend atje ku duhet të zë vend. Një njeri që nuk e jeton paqen në vete, është në konflikt të vazhdueshëm të brendshëm dhe promovon paqen, ajo paq është një lloj si era që e merr kallamin. Si që është Kombet e Bashkuara janë kriju para 70 sa vite nuk kam. Ky mesazh ka për politikanë. Flasin për paq, po bota ka luftra. Pse ata që flasin nuk arrin mu lidh me paqen. Ky mesazh kanë për politikanë tu. Unë ju kam thënë për kryeministrin dhe presidentën. Të gjithë janë një qenie shpirtërore. Ju kam thënë ja 300 libra për meditim, librin tim. Edhe I kumë përësit disa herë I vetë me Milajm Zeka, miku jetë imi, e ka tho në parlamentin e Kosovës, ashtu si sot e temi neve na dohet meditim. Nëse arrin,
po është e pamundur në pyetjen që bërët i mjeshtit, a meditojnë politikanë kanë një shans jetësore që të marrë një vendim, ky parlament ose ai parlamenti në Shqipëri, të merr vendim të fut meditimin në shkollë. Profesor, të koment bësh, po. Atëherë, ajo farë që do lindë, do jetë e re, do më thonë një ditë ata fëmijë do të bëhen parlamentarët e shqiptarëve, dhe ata flasin me gjuhë tjerë, çka është gjuha e tyre, është gjuha që e mirëqenjes, gjuhë qetësie, jo gjuhë lufte. Gjuha e konkurrencës që kjo parti, ose ajo është më e mirë, është raport kancerogjen. Do më thonë konkurenca është kancerogjen. Dhe këto raporte sot që i ndëgjojmë këto luftra në parlament, fillojnë nga moskënaqësia ose mospërjetimi i qetësisë këtyre që na e quajnë parlamentarë. Dhe unitetit. Vetë fjala parti, part vjen nga latinisht ndarje, do të part, të ndash në pjesë. Sa më shumë parti të ketë një popull, aq më i ndarë është. Po s'kan qellu me emër, se për me janë ndonë, kur as koalicion s'u bojnë me zveti. Ndarja sjell sherr. Po e kem ne të koment bësh për thash më herët për paradigmën e dritës para tunelit. Të gjithë ata që e kanë përjetuar thonë më herët, thonë që ne kemi po një dritë në fund të tunelit. Mirë, po ti për dallim për tjerëve ke thonë që unë e kam një diçka tjetër, paradigma e dritës para tunelit. Jo, dritë para tunelit. Në vitet 1878, për herë parë, Junga, Thomas Jung duket emri, ai përdor paradigmen, ose mantrën dritë në fund tunelit. Dhe 200 vjet tani po bëhen, që kjo paradigmë, ky perceptim që ne do të kalojmë tuneli si metaforë i vujtjeve, dhe shpresa është në fund, do me thotë tuneli është metaforë, është simbol i vujtjeve, i tmerrit, i traumave, që është e domosdoshme që kjo shoqëri, ose individi, ose familja, të kalon mes këtij tunelit, e thash çka do thotë ajo, e shpresa që është simbol drita, është në fund. Dhe kjo ka shkaktuar smundje, ka shkaktuar strese, ka shkaktuar frikë, që ne jeta është normale të kalojmë në për tunel. Unë, në një gjendje transcendentale, meditative, ku nuk, kjo është gjendja, ku lidhështi me burimin e krijimit, me ato që nuk ka ekzistuar më parë, e kom shkruar në Facebook edhe kështu, kom dalë që gjendja normale është dritë para tunelit. Se vërteta është drita që ekziston, jo terri, që është simbol i tunelit, tuneli simbol i territ, edhe kjo i ka shkaktuar me çmim e kena pagu me çmim të lartë. Nëse vetëm kjo paradigmë ndron në mjeksi, shëndet, çka do të thotë dritë para tunelit? Vetëdisim dhe preventiv, që të ushqemi, të bëjmë një stil tjetër tjetës, atëherë ne nuk smumi dhe nuk presim që doktor na japin shpresa në fund tunelit. Do me thonë, nuk është simbolike. Da, shta me lezu dhe formulën, profesor, për shpëmbleni sonte. Ko është një më të përgatisone. Formula ekzistenciale, si pas profesoret e Ramadanit, është vedia, here koeficienti ekzistencial, here koeficienti epigenetik, here koeficienti inteligencës artificiale. Vlera ekzistenciale, ka thonë profesoret e Ramadanit, sjell në qasje radikale të rej për njeriu dhe jetën, që deri tash nuk e ka bërë asnjë shkencëtar, filozof apo historian. Ajo nuk e sfidon shkencën, por e bashkon atë që ka qenë përgjithmonë në dorë. E bashkon mendjen, trupin, si dhe qëllimin e teknologjisë. Po. E tha krejt. Po dhe? Do me thonë, formula është kjo. Kur pyetëm çka është jeta, çka është ekzistenca dhe çka mbarët, prej çka varmi ne, kualiteti ekzistencial, ose jeta jonë varet prej vedis, shkallës vedijës, edhe këtu për spjegoj që shkalla vedise janë 7 shkallë, si mas Maharishit dhe kjo akseptu në shkrit, dhe më shkalla kur jemi të zgjut nani, kena kriju këto që kena bërë, lufta mire keq, shkalla transcendentale, po kalojmë me njëherë, ku arrijet me meditimin, me onë të faljeve tjera, teknologjitë, për të arrit këtë shkallë që do thëtë ekzistenca varet nga shkalla vedis, nga koeficientet infinit
Pastaj koeficientin infinit mund ndahet në koeficientin epigenetik, që shkenca thot nuk jemi ne viktim e gjeneve tona, po si i aktivizojmë këto gjene. Gjenet ne nuk i ndrojmë, po i ndrojmë shprehit e gjene. O i lojmë ato të këqija që bëjnë kancere, smundje, të fjetura, e aktivizojmë këto të mirat me anë të epigenetikës ose me anë të stilit jetës. Edhe e kom definu koeficienti epigenetik. Sot, me kalu të gjdo fenomen shoqëror, shkencor mund të spjegohet me këtë formulë, që këto ato që thatë se ka bo askush deri tani si formulë. Ne kena folë, po si kur Einsteini kanë folë shumë për energjinë, për masën, fund të erdhë, eja baras me MC në 4. Edhe unë ku marrë në përfundim që edhe se masa është edhe ajo koncept, nuk ekziston kur gjë fizike që ne e quajmë fizikë. Kjo nuk ekziston. Kjo është përvojë e ime në shkallën e vedijes, edhe kjo të vëlinë, edhe ti, edhe unë. Pa vedije ne nuk jemi... Jemi veç hapësirë? Jo, jemi kërkun, si jemi askun, ose ma mirë më thonë si jemi të vetishëm për ekzistencën. Prandaj kjo formulë spjegon fenomenet shoqërore, shkencore dhe nuk është kundra shkencë, është bashkim. Edhe ke thonë në diçka shumë interesante që nëpërmjet kësaj formule mo njeriu nuk është viktim, po është krijuesi. Absolutisht. Pse o krijuesi? Vedia është burimi i krijimit. Sa ma të vedishëm ne krijojmë shëndet. Sa ma vedishëm ne nuk prodhojmë bomba. Këto raketa, këto bomba janë krijuar nga shkalla e ulët e vedis. Dhe koeficientat këto që janë infinit, a e përdor mendjen, koeficienti mendjes. Çfarë lloj mendje përdor, a do të përdoret ajo energji që ne quajmë bombë atomike ose raketa, varet prej koeficientave. E vërtet. Një pyetje pak ma, se jemi minutat fundit, që ki kështu gjatë meditimit, ajo ka rona me po, dhe me thonë, gjërat të ndryshme në dimensione tjera paralele, për shembull që janë thojmë fetarët, gjendët apo meloqet. A mund të sheh njëri jo? Jo, nuk drejt për drejt jo. Shfaqen imazhe nga më të ndryshmet, por nuk është esenca e meditimit që ti të merresh me interpretimin e atyre ndodhive, imazheve që shfaqen në ekranin e vetdijes transcendentale. Thjesht meditim do të thotë që ti të jesh një vëzhgues i palëkundshëm, i denjë të asaj që ndodh në sistemin tënd. Pra ti vëzhgosh mendimet se si ata vinë nga njëra anë dhe shkojnë nga ana tjetër. Dhe ti e kupton se ti je qielli, le ta themi në nivel metaforik, ndërsa mendimet janë rreth që lëvizin nga një vend në një vend tjetër. Dhe ti e kupton se dhe këtë e preferon e ndoron secili meditues dhe është niveli ku ti kalon të themi në atë dimenzionin mjeshtror, ku ti e kupton gjatë meditimit se, wow, unë nuk qenë kam mendimet e mia, po ato ndodhin në mua, unë nuk kam thënë asnjëherë unë jam mendja, kam thënë unë kam mendime, unë kam mendja. Dhe poshtu në të njëjtën kohë e kupton se ti nuk je trupi, po ti banon në një trup. Dhe fillon të japësh pastaj më shumë rëndësi fjalës unë, një nga fjalët më të përdorura në planet dhe fatkeqësisht njëra nga fjalët më të panjohura. Ne themi unë dhe nuk e dim se kush është unë. Ama gjithë këtë falë pa meditu sonte nuk shkana, vetë të që se kena full meditimin. Po na jena këtë tërkuar meditimin. Në fond, kam dëshirën në këtë me dollë me disa karrike dhe me meditu bile shkort, 2 minuta, për shembull. Pse ju, e mjeshtër? Po, mundet. Jo, është mjeshtri. Ne bashkë me profesorin edhe kur kemi folur, ne kemi qenë në gjendje meditative. Unë jam në gjendje meditative, di se edhe profesori. E këtu edhe atje nuk ekziston. Ne jena mbi ato këtu dhe atje. Dhjuri këmë rajë shikus të ndëruar, i këmë rajë që jo është e shekje dhe të Ramadani sonte. Ta s'kohen kom këto. Pyetja për fund, para se me meditosh, pyetja fundit është $1 milion, po ju për pja bëj falë. Hajde. Nëse nesër do të vdesni edhe do të ishim fjalët e fundit, çka do të lini njerëzimit? Spari, kush mediton, është që ajo që mediton dhe ajo që din që po mediton që ka trup, ka mendje, a i kur nuk vdes. Nuk ka vdekje në gjendjen transcendentale,
je vetëm mundësi potenciale për qenë, për pas dhe për të bërë çka dushti. Prandaj njerëz që meditojnë e hjekin frigën nga ashtu quajtura vdekje, se ai që e din që po vdes kur nuk vdes. Ajo është gjendja e vedisë së lartë. Njerëz që me vedije, me rritimin e vedijes unifikuese ose vedisë Zotit nuk vdesin. Prandaj unë seriozisht po flas, jo seriozisht tërkohën, seriozisht, po për me shpjegu se koncepti, se edhe vdekja, po mos na kishte kërkush gjatë historisë sonë, ose gjatë historisë njerëzore, që ne vdesëm, vdekja nuk ekziston sot. Vdekja është problemi mendjes. Na kanë dhurue, ka fillu me fe për të na friguar. Kur e hjekun frigën, vedia lartë nuk frigohet, në momentin transcendental, nëse është një e mirë, ne nuk kemë frikë. Nuk kemë frikë se nuk kemë ato që tha mjeshti as të kaluar, as të ardhme. Dhe nëse nuk mendojmë që kena me vdek, ajo është e ardhmja, nuk ekziston. Është koncept mendor, është fjalë, simbol që ne nuk ekzistojmë. E vërteta, ai burimi që jena ardhë ku jemi, nuk vdes. Dhe unë këto e kum përjetu në gjendje meditative dhe më nuk mendoj që vdese. Prapë po thëmë, ajo vedia, nëse qumë vedi, që në religion e qumë shpirt, ajo nuk vdes. Nuk vdes hapësira. Ne i prishëm këto mure, ta kom tho, por nuk e kena shkatru hapësiren. Kena mundësi me ndërtu matë madhe, matë vogël, që për thëmë inkarnim, por hapësiren nuk e lëndan. Faleminderit, profesor. Mjeshtër, shkurtimisht, ju nëse do të vdesni? Po, nëse do vdesja do thoja, ti që ke ngel pas mua, nuk do ta kuptojsh asnjëherë kush je dhe pse ka ardhur këtu, nëse nuk do mësohesh të punosh me veten tënde. Puna me veten nuk delegohet asnjëherë. Edhe të punosh me veten është një nga prioritetet më të larta në jetë. Nëse nuk do ta njohësh veten, nuk do ta njohësh botën. Njihe botën, njihe veten, atëherë do ta njohësh edhe botën, edhe Zotin. Kështu thotë edhe feja. Faleminderit shumë për fund. Një meditim shkurt do të më bëj, s'ke Po, me shumë kënaqësi. A be bojna në karrika këto, a be bojnë më mirë në karrika? Unë s'kam karrikë, meditus nuk kanë vend. Kanë vetëm hapësirën që nxojnë atë vend. Edhe unë jam shumë mirë. Po, to tre apo do të dalësh ti ulu këtu dhe bëj meditimin këtu. Okej. Ja, ulu ti këtu. Okej. Që mjeshtri. Ja, ti profesor. Ja, unë jam meditus. Kur është këtu mjeshtri, unë meditoj. Unë e porët borç, e thash meditoj të këshyri kohështë. S'pom daj për kjo ka përpara me fitu bëjmë një meditim të shkurtër, dhe meditimi gjithmonë i rëndësishëm është komoditeti i trupit. Trupi duhet të jetë komod. I kom po ata dhe që fluturojnë, mjeshtër. Po, ja e kemi një këtu. Me të përbështara në s'po fluturojnë. Kur të arrim shkallën e vedijes së lartë, ne nuk kem trup. Ato që thash, nuk vdes ky trup. Kjo është transcendentu, është integru me mendje, shpirt e trup janë një. Nuk ka mas, nuk ka asgjë. Ne arrim në asgjë, në heshtje. Ne në gjendje mund të ikum gravitetit. Dhe jo vetëm i ikum gravitetit që mos na marrë poshtë, po graviteti vepron në drejtim të kundër, na çon lart. Dhe kjo është gjendja më e lartë e vedijes. Kur ne fluturojmë, të me hupu mendjen, se ne nuk na lën mendja të fluturojmë. Pse mendojmë për ato, për këto. Friga nuk na lejon me fluturu. Nuk na lejon stresi. E krejt janë rezultati perceptimeve tona, që mund të thuajmë paradigmë. Mjeshtër, se te i ki do për na shpjegon çysh me meditu, me mbyll syt. Do me thonë, trupi le të jetë në gjendje komode, duart nuk duhet të kryqëzojmë, i vendosim kështu mbi kofshë, i lëshojmë pak shpatullën të poshtë, dhe unë do numëroj tani nga 3 deri 1 dhe në 1 do t'i mbyllim syt dhe pastaj thjesht më ndiq duke dëgjuar zërin tim. 3, 2, 1 dhe mbylli syt. Goja gjatë meditimit është e mbyllur. Sigurohu që marrja dhe nxjerrja e frymës ndodh rrjedhshëm, but, nëpërmjet hundës dhe barkut. Pra ti merr frymë rrjedhshëm me hundë
dhe me barkë. Unë dua që të mendosh tani se frima jote është ura lidhëse me shpirtin. Tani dua që bashkërisht të bëjmë një frimarje të thellë nëpërmjet hundës dhe një frymëzjerje të gjatë, po ashtu nëpërmjet hundës duke I lëshuar edhe pak shpatullat të poshtë. Nga tani dëgjoje zërin tim dhe vetëm zërin tim. Unë dua që ti me vëmendjen tënde të përqendrohesh tek barku jot dhe të perceptosh lëvizjet e barkut. Thjesht percepto për një moment se si kur ti merr frymë, barku ngrihet, kur ti e nxjerr frymën, barku ulet. Thjesht qëndro me vëmendjen tënde tek lëvizjet e barkut. Ti merr frymë rrjedhshëm, barku ngrihet, ti e nxjerr frymën, barku ulet. Shijoje për një çast këtë moment. Qëndro me vëmendjen tënde tek lëvizjet e barkut. Nëse kapesh pas ndonjë mendimi, është në rregull. Thjesht mos I gjyko mendimet, mos vlerëso. Nuk bëhet tani fjalë për mendimet e tua. Bëhet fjalë për qetësinë tënde. Thjesht, pa gjykuar, pa vlerësuar, ti kthehesh me vëmendjen tënde përsëri te lëvizjet e barkut. Shumë bukur, të lumt. Qëndro edhe pak tek barku jot. Ndjeje marrjen dhe nxjerrjen e frymës. Shumë bukur. E ndjen tani se si me çdo marrje dhe nxjerrje të frymës, trupi jot relaksohet më tepër dhe më tepër. Dhe bashkë me trupin, edhe mendja qetësohet. Ajo bëhet më e qetë. Lëri mendimet të vinë dhe të shkojnë. Mendimet gjithmonë duan të lëvizin. Ndërsa ti, thjesht vëzhgose çfarë ndodh me mendimet e tua. Ata vinë dhe shkojnë. Ti nuk gjykon, nuk vlerëson. Vetëm je. Tani do numëroj nga 3 deri 1. Edhe në 1, thjesht vetëm je. 3, 2, 1. Marrja dhe nxjerrja e frymës është rrjedhshëm. Perceptoj gjithçka. Perceptoje trupin tënd. Teshat që I ke veshur në trup. Percepto pjesën e dyshemes ku I ke të vendosura këmbët. Vendin ku je ulur. Ndjeje peshën e trupit që ushtron në vendin ku je ulur. Frymarrja jote është e thellë, e lehtë. E ndjen relaksimin se si përhapet në tërë trupin tënd. Mendja jote qetësohet dal nga dal. Një eksperiencë e bukur. Tani dua që të bësh një frymarrje të thellë dhe një frymëzjerje të gjatë. Ndjeje qetësinë dhe lehtësinë që përhapet në trupin tënd. Dhe unë dua që pastaj kur do t'i hapësh syt, këtë ndjenjë të këndshme, këtë qetësi, këtë relaks, ta marrësh me veten. Tani do numëroj nga 3 deri 1. Dhe në 1, ngadalë hapi syt. 3, bëj edhe një frymarrje të thellë. 2, tani dua që të mendosh vetëm një fjali. Thuaj vetes në heshtje. Faleminderit që ekzistoj. Dhe 1, ngadalë hapi syt. Bravo, mjeshtër. Faleminderit shumë. Në të vërtet më futën meditation. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit juve që na mundsu. Emision fantastik sonte ka qenë. A këtu ku shikona? Faleminderit Të prekshëm dhe të kafshëm. Me neve sonte profesorët Ramazani, mjeshtri I meditimit, po ashtu mjeshtri tjetër I meditimit, Sheki
Husein. Unë thashë më Mestri Mall. Maharishi edhe Osho shqiptar. Faleminderit shumë. Natën e mirë ka që se personte shihemi hera tjera sigurisht.